Kristian Aslani ishte padyshim njeriu i ndeshjes, i cili i dhuroi 3 pikët e harta Shqipërisë ndaj Andorrës. Ylli mes fushës u vlerësua me notën 8.3 nga faqja e specializuar e statistikave SofaScore, ndërkohë që podiumin e plotësojnë Julian Shehu me notën 7.9 dhe Berat Gjimshiti me 7.8. Nga titullarët Broja dhe Strakosha rezultojnë lojtarët me notën më të ulët. Për më tepër, këto janë të gjithë notat e futbollistëve të kombëtares ndaj Andorrës sipas SofaScore.